kemi pas një rast përbashkët, apo kemi marrë autorizim nga Prokuria Themelore e Prizrenit, që është një rast shumë specifik, ku Prokuria e Prizrenit angazhon një grup prokurorësh për shkak të volumit të këtij rasti, dhe po të njëjtën gjë dhe ne angazhojmë një grup hetimor, i cili grup hetimor në bashkëveprim të ngushtë me prokurorët e caktuar në këtë rast kanë kryer një punë shumë të suksesshme, e cila siç u njoftuat më herët ka rezultuar sot me arrestimin e 39 personave dhe kryen e kontrollave apo pastisjeve në të gjitha këto lokacione. Operacioni është organizuar në shkollë vendi për shkak të shpërndarjes së personave të dyshuar. Ky operacion ka përfshi angazhimin i numrit të madh të zyrtarëve policor, rreth 400 zyrtarë policor janë angazhuar, edhe pse kemi pas kushte meteorologjike jashtëzakonisht të vështira sot, gjithçka ka funksionuar sipas planit dhe të gjithë zyrtarët policor kanë kryer detyrat e tyre me sukses të lartë. Ky sukses apo ky rast ka rezultuar me sukses të jashtëzakonshëm dhe ka dëshmuar bashkëpunimin shumë të ngushtë që ekziston mes prokurisë dhe policisë.